الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعة jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka nxjerr Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad, se si duhet ta kalon një ditë me islam dhe me iman një besimtar i mirë formuar, i mirë ndërtuar me udhëzime profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kapitulli i radhës se ne ka sjell Imam Buhariu është kapitulli i përvojave. Besimtari nuk guxon me jetu pa përvoja. Andaj ka thënë Babun et tejarib, kapitulli përvojave. Muslimani duhet të shndron gabimet e veta, rrëshqitjet e veta, lëshimet e veta në përvoja. Nuk duhet të dëshpërohet, nuk duhet të mërzitet, po ajo mërzia duhet jetë vetëm një lloj nxitsi që ky të vazhdon me më mirë, që të vazhdon drejt më të mirës. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha në hadith se besimtari nuk shpohet nga e njëjta vrim dy herë, për të regu se ka mundësi me gabu me një anë, ka mundësi me ra me një grop me një anë. Mirë për përshdyti më zbjerë, përshdyti më zbjerë. Dhe kjo është një motiv nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është një normalizim i gabimit në qenjen e birit të Ademit. S'ka mundësi mësë me gabue, s'është e mundër mësë me gabue, por është gabim me vazhdun që ata, është gabim me u dëshpru dhe me thonë kjo s'ndryshohet. Jo, besimtari i merë gabimet e veta, kërkon falje për ato, bën istighfar te Allahu subhanahu wa taala dhe i shndron ato në përvojat veta. Andaj thot Urweja se kam qenë me Muawiyen radhiyallahu an në një mezhlis derisa ai po mendonte dhe po meditonte. Dhe pastaj u kthjell dhe tha: La hilma illa tajriba. S'ka mundësi me kanë maturi, me ekzistu dikon e përvojë e një sjellje e mirë, vetëm se kjo është bë me kalitje, se ka përfituar pi lindjes, po këta e ka marrë me kalitje. Andaj besimtari duhet të kalitet. Në këtë dunja kemi ardhur mu kalit, mu gdhen, me marr çdo ditë një mësim. Për këtë arsye i ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, mos t'jen barabarta dy ditë të ti. Mos t'jen barabarta dy ditë të ti, se ti djeki e keni përvojë. Nëse të ka hik ti dje sa boj, ti e dipi pse të ka hik. A se dia çat tipit ka ardhur dhe keqja çati nale. Nesit, mas nesit ti e ditë, çdo ditë më remeton vetveten. Nëse e ke pasë çtu ka probleme, nëse një ditë s'e ke fal sunat, ti e di kat ka ardhur e keqja. Nëse një ditë s'e ke dhënë sadakat, ti e di pse. Dhe fillo gabimet shndrojnë në përvoja që nesër ta bësh ale më mirë. Nëse një Ramazan s'e ke agjëru si duhet, me komplet atë çka kërkon Allahu subhanahu wa taala, pritet këtë Ramazanin tjetër që më ardh më bë më mirë. Allah na mëson me një Ramazan ya rabbal alamin. Për këtë arsye të nderuar xhamat ta Muawiya se nuk ka mundësi me kanë i urt pa kalu në prova. Du të me kalu në prova. S'ka mundësi njani me thonë për shembull, kur kun s'kam mësuar në shkollë, më i mirin bota. S'ka mundësi, du të me kalu në për shkolla, teste kështu me radhë. Andaj kapitulli i përvojave, çfarë duhet me bëhet besimtari? Duhet që besimtari të shndron çdo ditë veten një shkallë për me hip nesër më lart. Një shkallë që nesër me hip në anal. Andaj tha Imam Ahmedi, barabar dy ditë janë keq. S'ban mi pas barabar dy ditë. Nëse ki fal një ditë veç farzët, nesër duhet me fal më shumë. Nëse një ditë ki fal edhe sunetet, nesër duhet me fal edhe më shumë. Për ditë nëse lexon një faqe Kur'an, nesër lexoj një e një ajet. Mas nesër një e dy ajete, shtoj. Nëse ti ki përvojë, e di kush ta merr vaktin, e di se si e ke gabue dje, e përmirëson sot. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e radhës, la halime illa dhu athara. Ska njeri të but e të matur vetëm se ka kalu në përgabime.
Qysh e ka përfitu maturin? Qysh, se me madhë që të më thonë, me kujdes me hec. Pse hec me kujdes njeri njetë? Se ka gabu dikun, ka rëshit dikun, e tash nuk rëshqet. Kur ti e di se me një vend, rëshqet. Thu një herë kam ra, për ty disbi. Kështu edhe jetat të ndëruar gjemat. Nëse ke ban një mëkat dikun, thu e dipi kam karë që e mëkat. U mashtrova që atara, më në shkoj më që aty. E di se me qatë shoshni pa të aron që këtë mëkat, shkoj më më ta. E di se që tu më patë në kapë dhe që tu e pa të nabot që këtë gjuna. Mos e banë mo. Pa këtë asyje tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, i maturi ka kalun prova, i maturi ka kalun gabime, andaj i shëndron gabimet në maturi. Dhe pastaj çka tha, la hakime illa dhu tajribe. Tha s'ka njerit urt vetëm se ka shumë përvoja. Ka shumë përvoja. Për këtë asyje Omar ibn Khattabi radhiyallahu an, kur donte me menaxhu diçka, i thirrte pleqt. E kur donte me sulmu i thënë të trit. Pse sa i riu nuk din me menue. Ama plaki thot kada. Duhet me menu këtë punë. Sa ka kalu jetë. Ai 70-80 e ka kalu jetë, ai ma i urto, ma i qeta. Omar ibn Khattabi i thirrte pleqt dhe thonte ta kuvenojmë që këtë punë. Pse se ju dashke menja, u dashke përvoja, u dashke urtësia. E nëse e binin vendimin për me vepru që ta, atar i thirrte të rritë këtë qështu kena me jabohe. Ata më sanena, sa ta nuk menojnë. Nuk kanë atë aftësin dhe përvojën dhe urtësin dhe maturin për të kalkulu shumë muhabetin. Për këtë asyje, Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgon pejgamberin alayhi salatu wassalam tek neve në përsosmërinë më të lartë njerëzore. Për çfarë arsye? Që mos të kemi na shumë hapësirë me mendu, a thu ka provu që kjo ajo, ka provu, u krij ajo. Krejt atesat i kanë krye. Çka thot pejgamberi sa mo hak? Wa ma yantiqu anil hawa. Ai sfol pe hamendjes. Shpallje është ajo. In huwa illa wahyun yuha. Ati vjen shpallje. Pse e ka bëu ta? Pse Zoti e ka thut për sosul Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Që mos të hupësh ti vakt me thon, a thu janë provu këto se ne po janë provu, këtë janë provu, ti të kam mbet vetëm me dëgju Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka sjell kapitullin Imam Buhariu, të cilin e ka quajtur babu hilful jahiliye, të cilin Abdulrahman ibn Auf i thot se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith, un kam prezantuar duke qenë i ri me axhallart e mi një aleancë e quajtur hilful mutayyibin. Çka ka ndodh? Para se me ar pejgamberi sa pejgamber, transmetimet janë se ka pas 20 vjet, 25 vjet, 30, këtu pari është sill, nga se nuk është shkruajtur historia para se me kanë pejgamberi sa pejgamber, andaj gjërat janë më të paraforta. Janë mbledh arabët dhe kanë thënë, të mbledhemi ta bëjmë një aleancë kundër zullumit. Pejgamberi sa thotë unë jam konç aty. Edhe unë kam zgjat dorën. Çka ka ndodhur? I kanë bë durt me parfem. E kanë mbledh në enë, e kanë qit parfem ta. Edhe i kanë shti durt krejt parfem. Edhe kanë dhënë besën se çdo njeri që kanë Mekë i bojnë zullum, na kena më amur hakin, më akthit vendin e vet. Kena me kanë këtë dora kundër zullumçarit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë ka prezantuar kur në xahiliet, para islamit. Mirë, po çysh ja ka ngrit vlerën, ka thënë, wallahi, më dhan palle çfarë pasurie nga pasuritë e arabëve. Nuk du me prish këtë aleancë. Nuk du me prish këtë besë. Një. E dyta, ka thënë hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wallahi, me më thirë tash prap qasi aleancë, prap shkoj. Dhe kjo është vlera e kësaj aleancë. Pse? Ka thonë me më thirë qasi aleancë, prap shkoj. Çka ka pas gjatë aleancë? Çdo zullumçarit mi anal udhën dhe çdo të bëmit zullum mi a kthi hakin. Islami është çdo mënyrë me e kthi zullumin pi zullumçarit. Çdo mënyrë që e drejta vjen vend, Allahu subhanahu wa taala e don ata, sepse nuk e do zullumin. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allahu nuk e do mikbo kërkujna zullum. Për këtë arsye çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë sot si pejgamber, me më thirr, hajde çat edhe një herë ta bëjmë çat aleancë, prap shkoj. Se në atë aleancë çfarë ka pas? Kush e ka bërë aleancë? Qafira. S'kan konë musliman ata. Mirë po me sa thot, unë prap kisha shkuar. Andaj kur e ka bërë luftën marrëveshjen e Hudejbjes, çfarë ka thënë? Wallahi, nuk ka dëni nen, nuk ka dëni pikë marrëveshje në të cilin kanë musliman dobi dhe respektohen shenjat e Allahut në tokë vetë se unë pajtona. Andaj kur e kanë nënshkruajtur marrëveshjen, aty kanë thënë ata fshije Muhammed Rasulullah, fshije. Aty Aliu ti ka thënë fshije Muhammed Rasulullah. Aliu s'e ka fshije, ka thënë çfarë fshije Rasulullah. Pejgamberi sa më ka marrë vet, i kanë kallëzu kohë se pejgamberi sa s'ka di shkrim dhe lexim.
I kanë thonë, ka thonë, ku është Muhammed Rasulullah? Ka thonë, çdo, e ka fshi Rasulullah. E ka fshi Rasulullah. Ka thonë, shkruaj Muhammed ibn Abdullah, Muhammed ibn Abdullah. I ka thonë përfaqësuesi paganëve, ka thonë, sa i përket Rasulullah, na nuk njoh na Rasulullah. Se me të njoh Rasulullah nuk të bojnë apotere. Po ti je biri Abdullahut, shkruaj biri Abdullahut. Nëse ka thonë, shkruaj biri Abdullahut. Dhe që ajo marrëveshje ju ka bo hajrë shumë muslimanëve, se krejt shpërndarja e islamit në përvendet e botës ka qenë shkak i kësaj marrëveshje. Për këtë arsye muslimani është gjithmonë dora e shtrime atij që është bëm zullum. Muslimani gjithmonë kundër zullumçarit. Gjithmonë kundër zullumçarit. Pejgamberi sa mi ka thënë edhe muslimanit për muslimanin, kura musliman, ka thënë unsur akhaka zaliman kana u madhluma. Ka thënë sa ndihmoj vllazin tan zullumçar qoftë apo i bëm zullum. Sahabët thonë ja Rasulullah, kur ti bën zullum na e dina çish minimu. Po kur ti je zullumçar çish minimu? Ka thënë nale. Nale. S'ka mu ka ndore zullumçarit edhe nëse vllavi jot. Edhe duhet me përkra të drejtin edhe nëse është kundërshtari jot, sepse Allahu e do të drejtin. Allahu është me ta. Për këtë arsye të ndëruar xhamat, shihni këto vlera që i ka vendosur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tek muslimanët, që të jenë me të drejtin, që ta dojnë drejtsinë, që mos ta dojnë zullumin, sepse Allahu gjithë thot në Kur'an wallahu la yuhibbul fasad. Allahu nuk e do fesadin. Elusim Zotin e Madh në këtë ditë xumaje, në këtë ditë të madhe, që Allahu vëllezërve ton musliman në Gaza tu shkrua një ardhmëri të qetë, një ardhmëri të lehtë. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që nëse ka dikush që i ban kurth muslimanëve, apo në agjendat e tyre ka komplot kundër atyre muslimanëve, elusim Zotin e Madh që Allahu t'i ngulfat me çato komplote. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xelaluhu t'i ndihmon besimtarët kudo që janë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhel xelaluhu na bën për besimtarëve të mirë, na bën për besimtarëve të devotshëm. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu xhel xelaluhu ta kthen hakin e muslimanëve në vet, t'u kthen krenarin muslimanëve, t'u kthen Allahu subhanahu wa taala ato që u takon prej autoritetit në dunja. Elusim Zotin e Madh xhel xelalu që Allahu subhanahu wa taala na bën prej atyre të cilët e respektojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i bindin Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم في هذه الساعات المباركة اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في غزة يا رب العالمين اللهم اكتب لهم الحسنى يا رب العالمين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم فانتصر لإخواننا في غزة يا رب العالمين اللهم كن معهم اللهم أنزل عليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم فاغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين يا رب العالمين اللهم عليك بمن يظلم المسلمين اللهم عليك بمن يجرم في المسلمين يا رب العالمين اضرب المجرمين بالمجرمين اضرب الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة